Shqipëria dhe Kosova kanë mësuar kundërshtarët e play-offit të botrorit 2026, fazë kjo që do të zhvillohet në mars të vitit të ardhshëm, ndërkohë që kuqezit në gjysmëfinale do të ndeshen me një kundërshtar të cilin e njohin mjaft mirë si Polonia, por që nuk sjell kujtime të mira përderisa kemi 10 humbje dhe vetëm 2 fitore përballë polakëve. Ka fitoret e fundit ishte ajo e shtatorit 2023, por që arritëm në Tiranë gjatë eliminatorëve të Europianit, ndërkohë që humbja e fundit ishte ajo e marsit të 2023, që ishte edhe ndeshja e parë e Silvinios në stolin e kuqezive. Në rast se kalojmë polakët, pas ndeshjes që do të luhet, kujtojmë, sërish në Varshavë, në finale do të ndeshemi me njërin nga Ukraina ose Suedia, por sërish në transfert. Pra në rast se kalon Ukraina do të ndeshemi në një fushë asnjëanse me ukrainasit, dhe në rast se kalon Suedia do të ndeshemi në Stockholm. Nga ana tjetër, dardanët do të luajnë në gjysmëfinale me skuadrën e Slovakisë në transfert, ndërkohë që nëse kalojnë slovakët, Kosova sfidon në finale njërin mes Turqisë dhe Rumanisë, por në rastin e finales do të ketë një avantazh sa i takon fushës, përderisa Shorti ka përcaktuar që dardanët do të luajnë finalen e mundshme pikërisht në Fadil Vohri të Prishtinës.